Vllaznia në futboll ka nisur përgatitit për sezonin e ri në Conference League. Seanca e parë servitoru drejtuar nga trajneri i ri Edi Martini. Në një deklarat për mediat, Martini tha se është detyrë e zorshme sepse në Shkodër kërkohet gjithmonë maksimumi, por do bëjmë të mirën. Është kënaqësi e madhe, domethënë për gjithë secilin. Në kanë trajner i vllaznisë, është kënaqësi e mirë, aq më tepër për Shkodran. Por do të thonë që është një detyrë shumë e zorshme sepse dihet që në Shkodër gjithmonë kërkohet maksimumi i mundshëm. E quj më tepër si përgjithësi, se sa si kënaqësi, por kam me bashkëjetu me këtë përgjithësi për ditë, do të mundohem nga mjesin dogmi për kushtu kësaj punë që më arrit më të mirë në mundshëm. Martini u ndal për të folur për merkaton. Jo, shikoni që dy stokat që kanë një largu nga ekipi, mendojnë aty përforcoj. Kemi mes fushën që mendojmë me përforcu. Kemi marrë kryen që me kanë një lojtar edhe besoj që edhe haka këtë ditë do jetë. Kemi siguru Gurishten që ka firmues për mos mu largu edhe një vit tjetër, gjë që është shumë e rëndësishme për ne. Po mendojmë që me doblu çdo pozicion të mundshëm që me kanë, sepse nuk fitohet loja as me një lojtar as me dy muaj, fitohet me 22. Edhe po presim edhe lojtarë të tjerë, që po thuaj se jemi me disa në mbyllje, por për arsye edhe dokumentash edhe mosmarrimit kontratës tyne nuk jena të vetëm i prezantuar sepse mund të absojnë. Te vllaznia presin titullin kampion për 24 vitesh edhe pse në sezonin e fundit i shkuan deri në finale por pa fituar atë.